Në një shoqëri e cila sa vjen dhe bëhet më egoiste, ka ende bashkësi njerëzish të cilët bëjnë çmos për të qëndruar sa më larg i efekti gryes, i cili po ftoi qeniet njerëzore. Një shembull i tillë ekziston. Një grupim njerëzish kanë arritur të ruajnë të plot fshatin e tyre të origjinës dhe kanë rindërtuar atë të pacënuar fare pranë qendrës së Tiranës. Këta janë antarët e minoritetit slav të Golobortasve. Lagja, ku ata kanë ndërtuar nga e para fshatrat e tyre, quhet Kodra e Priftit. Çdo lagje ka emrin e fshatit të origjinës. Hamdi Kurti, banor në njëra nga lagjet, na shoqëron në Golobordën e re. Karapajte. Zdravo. Zdravo. Kako su vi? Kesi ti li Pjesa më e madhe, mbi 20 shtëpi janë nga fshati Steblev i rrethit Dibës. Për herë të parë kanë ardhur nga vitet 93. E në vazhdim, duke filluar, duke ndërtuar, duke ardhur me shkëputje. Të gjitha familjet janë nga një fshat. Siç kemi qenë vendosur atje, jemi edhe këtu. Stebleva është njëra nga lagjet fshat që Golobordasit kanë krijuar në Tiranë. Ata kanë edhe të tjera bërthama identiteti, të ruajtura po kaq mirë. Këtu jemi në një pellë ku ka banor nga Austreni Mas, të cilët kanë ardhur po nga mas viteve 90 dhe kanë krijuar jetën e tyre, shtëpitë e tyre dhe kalojnë shumë mirë. Këtu ka nga Austreni rreth 10-12 familje janë të sakta që banojnë këtu. Këto janë vetëm 2 nga lagjet fshat, të cilat mund të cilësohen të pastra, pasi ekziston edhe Goloborda mikse. Këtu jemi në një zonë mikse që banojnë nga Goloborda, ku ka nga Klenja, nga Trebishti, nga Austreni, kryesisht. Ja këtu përballë kemi nga Stebleva. Këtej në krah tjetër kemi nga Klenja, lart kemi nga Trebishti. Po këtej kemi përsëri nga Goloborda, po mikse, siç është komplet pellgu, të cilët kanë ardhur mas viteve 90. Kalojnë shumë mirë si gjithë tjerët dhe traditat i mbajnë zakonet siç kanë qenë në Golobordë dhe këtu. Puna në krijimin e Golobordës qytet nuk përfundon këtu. Në këto lagje, Golobordasit ruajnë të fortë dialektin e tyre me origjinë slave. A të pëminë është të dënës? Kebesh? Hiç, nuk ka fesë. Ne dosë si të shërëm dhe Përpos infrastrukturës, Golobordasit kanë krijuar dhe oazet e tyre të relaksit. Ky është lokal në lagjen tonë, pjesa më e madhe e zonës së Bërderës janë nga komuniteti jonë dhe mblidhemi këtu, bisedojmë nga komuniteti i Golobordës. Në veçanti janë më tepër Steblevas, ku çdo ditë këtu mblidhemi, informohemi për problemet e zonës, për bashkëtarët e për shumë probleme të tjera, edhe mbi të gjitha pim kafen e dashamirësisë ndërmjet bashkë fshatarëve tanë, edhe mbi të gjitha çmadhemi. Dhe ruajmë edhe flasim edhe për traditat, për ruajtjen e tyre, jo vetëm për brezat tonë që jemi në këtë moshë, por edhe për t'ia transmetuar këto tradita brezave të arshëm. Por si kanë arritur këta njerëz të jenë bashkë, madje deri aty sa të mos ndrojnë dhe komshiun që kanë patur në fshat? Ilias Tamizi, banori i lagjes Steblev, ka një përgjigje. Ne shtëpiat i kemi filluar në vitet 93-94. Pastaj kemi ardhur në vitin 96. Ne jemi 20 familje këtu, po nga një fshat që është kjo rrugica këtu. Edhe njëri mas tjetrit, duke u bërë njëri shkak, siç ka qenë Andiu i pari këtu. E me radhë pastaj u ngulëm këtu. Këtu kemi kriju musi jetese, jo, që është e vërteta, përderisa shtëpiat i kemi bërë pak a shumë normale. Kemi shkëmbime dhe komshilluk edhe me njerëz tjerë që kanë ardhur nga rrethet e tjera, po shkojmë shumë mirë. Veshjet ose ceremonitë e dasmave akoma i ruajmë, edhe me kënaqësi shumë të madhe. Golobordasit e Tiranës janë njerëz që pëlqejnë të mos ngatrohen me grupime të tjera të popullatës, por ata njihen si njerëz të paqëm. Besim Cenoaliaj na rrëfen se si kështu dal ngadal, po rritet varieteti i Golobordasit qytetar. Ne gjetëm këtu një ngërësi shumë të mirë, bile ndoshta edhe duke marrë eksperiencë dhe kemi mësuar nga këta, si punohet, si bashkjetohet, këta janë që t'japin mend
qoftë me ndërtu ekonominë, me të mësu se si bëhen edhe ato zairet e dimrit. Kjo është jeta e re e golobordatëve në Tiranë. Njerëz të qetë që shkojnë mirë me komshinjtë e rinj, por që din të ruajnë mirë dhe traditat e vendit nga ku kanë ardhur.